për çështjen e kompetencave, jo, opozita ka fajin, ke drejt. Unë po them, po t'jap drejt, sepse edhe ligjin për planifikimin urban, zonja Memaj e ka bërë opozita. Atë mbi 6 kate, opozita ja ka ashu imponu Edi Ramës. Edhe ligjin, jo, mos e ndis. Edhe ligjin për menaxhimin e ujrave e ka bërë opozita, edhe ligjin për menaxhimin e mbetjeve që ju marrin ju kompetenca, opozita ka bërë, opozita i ka gjitha fajt. Ka ngel ajo, po për këtë fundit që na ke bërë, domethënë, atëherë ne do mblidhemi veç si opozitë, do bëjmë kompetencat specifike pushtetit lokal. Dështimi juaj që u larguat nga zgjedhjet lokale në 2019 mos ma faturon mua, sepse është juaj. Lutem shumë, dhe qasja, për sqarim dhe qasja, këtu duhet jetë ajo që tha Zoti Zotkaj. Shumë e qartë, jo me ish komuna 373-shin, që na morë një shembull pusje, nuk e di çfarë shembulli. Është me atë çka arriti në raport me pritshmëritë. Sepse, për shembull, unë nuk isha ndërmend doja pyetje se doja t'i lija kohë të tjerëve, dhe nuk do bëj, por unë gjykoj nga ajo që parashtroni ju, që ju keni performancë të mirë, bie teza që bashkitë e vogla nuk mund të ekzistojnë. Po. Bie kjo teza dhe ne jemi këtu pikërisht për të ndarë këtë shqetësim bashkë, që duhet qëndroni apo duhet shtohen në rastet kur largësitë janë shumë të mëdha, duhet ketë një zgjidhje tjetër që janë 3 orë pranon dhe vetë kryetari. Pyetje tani, jo. Po më tash të lutem ta mbyll, jo po s'është etike. Po më ma heq mua domethënë se s'po e kuptoj. Po jo unë dita vetë ka mundësi fjalën. Dakor, pra doja kaloj Zoti Tjaj. Po. Nga ana opozitës. Ja, një minutë. Jo, lutem, kanë fol 2 njerëz rresh nga ana opozitës, nuk ka folë nga Maxherani. Dakor, po. Jepni fjalën një personi. Ja, një minutë. Ja, një minutë se jo, ngatrohet një gjë, domethënë që ngatrohet një gjë. Tani urdhër këtu nuk m'jep kush, ta kam thënë dhe herë tjetër. Po jo, s'mjep dot. Jemi në pozitë barabartë. Edhe unë nuk pretendoj që t'jap urdhër, edhe një herë. Asnjë rregull nuk, po, edhe një herë, asnjë rregull. Po nuk është po tash nuk është etike. Nuk është etike që dhe një herë, nuk është etike që ndërhyn në fjalën time. Tani e tepruat. Po e tepruat pra. Po s'po bëj pyetje e bora parashtrim tash edhe një herë tjetër. Edhe një herë. Mirë. Unë e kuptoj që fjala pyetje ju agjiton, se unë thash do bëja pyetje, po s'do bëj pyetje, se nuk e gjua deri në fund. Po pra, po atëherë ta përfundoj unë. Nuk vazhdoj kjo histori, nuk mund të vazhdoj kjo histori. Edhe një herë. Nuk mund të vazhdoj kjo histori. Po fjalia edhe një herë. Ja, Klos, prit një minutë, se edhe unë s'mund ta jap fjalën se po më ndërpret mu bashkëkryetari dhe unë po bindem. Dhe një herë tjetër, jo, po s'bët kjo sfidë në këtë lloj forme, se jemi edhe live. Unë s'pranoj dhe sfida tjera, jo të pranoj një sfidë kajt vogël në komision, pas mund pranoj sfida tilla në komision. Dhe një herë tjetër, nuk po marr setin e pyetjeve, sepse e bëra marrëveshjen me veten time që do i le kolegëve qoftë nga maxhoranca dhe opozita, por parashtrimin tim nuk duat ma ndërpres askush. Asnjë deputeti s'mund t'ja ndërpresim dhe ne, jo më të ndërhyjmë ne në punën tonë si bashkëdrejtues. Këtu stop orkestra është i fjalë urtë popullore. Tani jepin një fjalën tash se po e bën si sfidë. Po tash mos e bëjmë tani edhe një herë. Domethënë se unë e kuptoj shumë mirë, je live edhe je para saj që unë duhet jap fjalën dhe do jap fjalën se po e marr unë mikrofonin. Dhe po ta mbaroj fjalën se tash jo pra, jepni fjalën, thjesht kaq. Po mos e bëj si kalamamër burr ta mbaroj tash ç'është kjo histori. Po ç'është kjo ndërhyrje, unë se kuptoj. Ore, keni në 2 orë. Jo, jepe, po. Fjalën një personit maxhorancës, kaq. Po dakord. Po ta mbaroj unë. Nisi pikë. Edhe një herë tjetër. Në qoftë se nuk kuptoni pyetjen nga pohimi është çështje e konceptit gjuhësor. Dhe
Po, atëre jemi në momentin dhe fazën që po japim një shfaqje shumë të bukur si komision, që as unë se dëshiroj, as kolegët e mi, as njëri nuk e dëshiron. Por me nervat qeta, sepse ky komision sfid ka edhe durimin, fakt se është komision që zgjat shumë. Jemi në situatën që Zoti Mziu ka bërë pyetje për gjithë kryetarët e bashkive. Dhe e di shumë mirë që jemi në kufizim kohe. Është shumë e vështirë me 5 kryetarë bashkish të menaxhosh një dëgjes 2 orë kur ke dhe dëshirë nga deputetët për të folë. Kemi logjikshëm. Kështu që është dhënë vetëm një përgjigje nga zonja Memaj dhe të vijojnë dhe të tjerët në përgjigjet e tyre, se kemi ardhur të dëgjojmë kryetarët e bashkive. Parashtrimin e bërë se mora një kam flasur. Jo, po po do marr patjetër, dëgjoj një sekond. Po patjetër, po merrem patjetër. Po tani, jo pra bëre parashtrimin. More fjalën. Patjetër do e fus në xhep. Do e fus në xhep tani. Ky tregon tani. Jo, autoritetin tim e tregon o zoti Boçi. Mos e marr patjetër dhe para, mos abuzoni me hapësirën që ju është lënë. Jeni duke e vazhdoj patjetër. Që të shkem me të, mund të vazhdosh i qetë. Sot nuk mund të vazhdohet në mënyrë sistematike me abuzimin sistematik nga ana e opozitës me hapësirën që ju është lejuar. Ju është dhënë në mënyrë sistematike për të folur sot, jemi në orën e 2, nuk është dhënë akoma fjala një personit vetëm nga ana e magjorancës. Dhe kjo gjëja është e pa drejtë dhe e pa logjikshme dhe jo normale. Dhe të merret fjala në mes të pyetjeve për të bërë parashtrime në mënyrë sistematike. Unë dua dhe kërkoj që kjo mënyrë sjellje nga ana juaj të ndërpritet. Procesi që kemi përpara nuk është i lehtë, sigurisht. Këtu nuk jemi në këmishën e forcës kohës, jemi 2 orë apo jemi 3 orë. E ka përkufizuar në një debat shumë qartë zoti Cara, kur tha unë për qytetin tim nuk lodhem së foluri. Dhe deputetët e qargut Beratit nuk lodhen së foluri. Deputetit nuk ja kufizon njëri as kohën, s'ja kushtëzon njëri as fjalën, as mendimin dhe as pyetjet që ai do drejtoj. 2 fjalë për ju, zoti Mazniku. Me gjestet tuaja, se njeriu nuk flet vetëm me fjalë, fjalët mund t'i ketë shumë bukura, po dëshmoni që doni të sabotoni punën e këtij komisioni, duke ndërtuar një lloj marrëdhënie jo korrekte dhe nuk zbatoni spaku dhe atë etikën elementare. Unë di ta shkel shumë mirë etikën, por nuk besoj që kjo vlen për punën dhe interesin e qytetarit. Dhe nëse ju vazhdoni në këtë lloj forme, patjetër që përgjigjja është shumë e shpejtë. Meqense doni dhe përgjigje. Por mendoj që e keni gabuar këtë lloj forme imponimi këtu. Qofse është paritet, drejtën e kanë fjalës edhe deputetët e opozitës dhe deputetët e majorancës. Secili zgjedh kohën e vet, mënyrën e vet, formën e vet folurit dhe nuk ndërhyet fare dhe nuk kushtëzohet. Sepse vazhdimisht ka ndodhur kjo edhe në seancat e tjera dëgjimore, kur në cilësinë tuaj si bashkëkryetar keni ndërhyrë, keni kushtuar për mbajtjen, jo pse është parashtrim, jo pse është pyetje, dhe kjo nuk është fare korrekte parlamentare nga ana juaj. Shumë mirë keni qenë atje në kabinet në rresht janë gjithë, në parlament nuk janë në rresht, secili ka autoritetin e vet, secili ka drejtën e vet, sepse është i votuar dhe do mbrojë interesat e atyre qytetarëve që e kanë votuar. Që të kenë emocione deputetët me njëri tjetrin për mendimet e tyre e kuptoj shumë mirë dhe përplasen. Po të ndërhyj bashkëkryetari për të ndërprerë fjalën deputetëve do aq më tepër në bashkëdrejtim, kjo është krejtësisht alogjike. Pak nga përvoja ime nuk ka ndodhur dhe çuditërisht
për shkak të presionit vjen edhe ky lloj reagimi. Kjo mënyra pastaj se si vazhdoni ju pa prezencën tonë, kjo nuk e di, kjo është, domethënë, shumë absurde dhe e papranueshme. Gjithsesi, për këtë vlerësim situatës ja kaloj fjalën kolegëve të mi. Kush e do fjalën? Po prit herë, stop herë, mos e merr, prit ta mbaroj herë. Prit herë se mos e tepro. Mos e tepro, thash edhe herë tjetër, mos e tepro. Po jo, unë e ngrej zërin shumë, e ngrej zërin. Ngrej zërin edhe ngrej edhe gjëra tjera. Po edhe herë tjetër, e ngrej dhe mos e përsërit më. Mos e përsërit edhe mos e kap ashtu, mos e përsërit. E fjalën po ja kaloj, fjalën po ja kaloj unë kolegëve të mi. Do ta marrin kolegët e mi. Shkeljen e keni bërë ju dhe fjalën do ta marrin kolegët e mi. Kush do e marri fjalën? Po, zoti Ismaili. Atëre, një sekond, se u tha fjala. Tani, foli zoti Boçi dhe tha disa gjëra. Ti japim një përgjigje zotit Boçi. Spari. Përgjigje do m'japësh ti mu? Do t'ja përgjigjesh me Përgjigje do m'japësh ti mu, ti përgjigjen ti po vazhdon seancën. Ç'e përgjigje do m'japësh ti mu? Ti po vazhdon në mënyrë të padrejtë kundër rregullores dhe kundër etikës seancën dëgjimore. Kur ne kërkuam pushim dhe ju e aprovuat dhe ne dolëm, ç'e përgjigje do m'japësh ti mu? S'ke përgjigje. Përgjigjen ta japin ty deputetët e opozitës, sepse ke ofenduar bashkë me mua dhe këta gjithë opozitën. Dhe në të rast është e drejta tyre të thonë fjalën e tyre. Sepse ju e keni treguar me akt, thash, nuk flasin vetëm fjalët, flasin dhe aktet. Dhe në këtë rast, akti juaj është ky i padrejt. Dhe opinioni duhet kaloj tematan, se po prishje ekuilibrat e një komisioni shumë të rëndësishëm, që ka prishmëri shumë nda, që është ndjekur nga qindra mira vetë, dhe sot ju keni dalë në një situatë tjetër, sepse ndjeni presionin që vjen nga dëgjesat, vjen nga publiku, vjen edhe nga përfaqësuesit tuaj, në një formë apo në një tjetër. Nuk është kjo rruga për të arritur qëllimet. T'jeni bindur që e keni gabim. Të vazhdojnë deputetët e opozitës, jo më të vazhdojnë deputetët e opozitës. Ti s'mund flasësh, sepse unë fjalën ja kam kaluar deputetit. E kam drejtën si bashkëkryetar. Dhe fjalën, po jo, se po të kishe këtë parim ti, po të kishe ndjek këtë parim ti, do më kishe lënë mu të flisja. Folje sa deshe, erdhe ike kur deshe, folje sa deshe. Po pse do të marrë leje ty unë? Po pra të se unë s'ka marrë të marrë leje ty. Sepse e ndërpreve fjalën, dhe tani nuk do e marrësh fare, s'ke për ta marrë, do ta marrë zoti Ismaili. Shu e dike këti, apo e dike vetëm për vetën tënde tje, po për tjerët nuk e dike ti këtë, sepse unë e kisha fjallën dhe e ndërpreve ti. Zoti Ismaili, kludem vazhdo, sepse nuk mund të ashu, nuk mund vazhdojët në të lojë. Dy vjeqëshi? Po kalama 2 vjeç? Se ti e kishe 1? Po, pa tjetër, tani. Meret atë, takzosh edhe këte 1 vjeç. Tani, opozitës në këtë komision i janë dhënë në mënyrë sistematike janë dhënë gjërat që i takojnë në paritet, na i keni dhënë ju, na i jep jeta parlamentare, si janë durata këto. Nuk janë durata këto dhe mos mendoni që janë durata. Nuk janë durata. I është dhënë pariteti, i është dhënë bashkërësia. Po merrni më dhe paritetin, nëse doni merrni. Merrni më për një proces caktuar kohë për dëgjesat. E dhënë e mirë. Dhe mënyra se si kemi rënë dakord, mënyra se jeta parlamentare, mos bësh se e profesorët e universitetit që bën shurmusin, folje sa deshe dëgjove tash me ato që s'kan as sjellja se ti ka bler zhurma. Ka shumë vlerë, prandaj se jam profesor dhe e di vlerën e kësaj. Por nuk kam mbaruar sepse fjalën ja kam kaluar zoti Ismaili. Atëherë ti duhet ta lësh deputetin që shprehet sepse është deputet i zonës. Dhe nuk mund vazhdoj ky komision duke insistuar ti dhe ta marrësh fjalën si do ti, sa herë do ti dhe si e do ti. Të flasin dhe ai deputet sepse është i zonës, ta mbyllim me këto dhe vazhdojmë me fjerin dhe në një situatë tjetër pasi qetësoni edhe gjysore, sepse ajo që krijuat si precedent nuk mund zgjidhet. Të flasi zoti Ismaili dhe pastaj do vazhdojmë edhe me fjerin. Zoti Boçi. Po duhet vazhdoj deputeti dhe një herë.
Unë ja kam dhënë fjalën si bashkëkryetar një deputeti. Pa ju këtë përgjigje unë nuk vazhdon mbledhja. Ke kohë ti kthesh përgjigjet sikurse ka kohën e vet në dispozicion deputeti Berati për të bërë pyetjet e veta. Po sepse unë në cilësinë time ja kam kaluar fjalën atij dhe ai do e vazhdoj. 5 minuta ai do bëj pyetjet e veta dhe parashtrimit e veta se ka 3 orë që po pret. Ka 3 orë që po pret aty. Ka 3 orë që po pret aty. Sigurisht po të flasim. Po nëse do dhe një majorancës, po më ja kalojmë dhe të majorancës. Patjetër ja kalojmë. Patjetër me shumë kënaqësi, nuk bëhet fjalë fare. Flasi zoti Ismaili, plisni ju dhe të flasi një deputet i majorancës. Zoti Boçi dhe nderuar antar të majorancës. Atëherë zoti Ismaili, po merre fjalën sepse merr fjalën se fjala është për ju. Zoti Boçi dhe antar të majorancës. Së pari, po ju them në mënyrë sistematike, sot keni bërë një abuzim sistematik me parlamentarizmin dhe me të drejtë. Po jo më jo se s'është bë asnjë lloj abuzimi sepse abuzimin e keni bërë ju. Parimi i parë kemi thënë do flasim kryetarët e bashkisë për të folur. Po, abuzimin e keni bërë ju. Po le tash jo kaloja ati fjalën dhe kaloja deputetit. Fjalën, po më se vendos ti. Po se vendos ti më. Po s'ka për të vazhduar. Po se vendos ti, do e vazhdoj ai. Pa mbaruar unë fjalën time. Mund ta bësh rumusin sa të duash. Mund ta bësh rumusin sa të duash. Mbyllën nga ana jote ti, meqense do ta mbyllësh mbledhjen, mbyllën. Po deshe mbyllën mbledhjen nga ana jote, deputeti ka fjalën. Po unë i kam dhënë fjalën deputetit, si mund t'ja heqësh ti drejtën e fjalës? Do të thotë që po drejtojmë komision. Qenia ime në pozitën që kam. Po ti merr fjalën tënde më. Merr fjalën e ndërpreva kryetarin jo ty. Kryetarit i kërkova ndjes i thash stop sepse unë po drejtoj dhe unë po ja kaloj fjalën sepse ju duhet kishit vazhduar. Ndërprerja ka ardhur si rezultat i shkeljes rregullore dhe etikës nga ana juaj. Nuk ka ardhur se desha unë, sepse ne u larguam për të marrë një vendim dhe ju s'duhet kishit vazhduar. Është çështja më e thjeshtë që ekziston në përvojën parlamentare, në jetën parlamentare. Erdhëm në këtë moment, e ndërprem, ja kalon fjalën që të shkojmë në normalitet. Bëj pyetjet dhe gjithçka është në normalitet. Dhe kjo pasi të flasim. Po s'ka, se vendos ti normalitetin dhe anormalitetin. Sepse jo, ka një gjë. Ti jo. Pse unë jam në opozit, unë jo, unë e vendos në bazë forcës që më jep pozicioni im. Tani, ti vendos anormalitetin, ti vendos dhe normalitetin. Anormalitetin e krijove ti dhe unë po kërkoj normalitetin. Anormalitetin e keni krijuar ju në mënyrë sistematike. E keni krijuar ju duke shkel rendin, duke shkel radhën, duke shkel kohën. Deputeti duhet marrë domosdoshmërisht fjalën. Duhet marrë domosdoshmërisht fjalën. Do marrë patjetër çdo deputet duke mos flasi pasi them disa gjëra. Spari. Jo më skep se i thua ti. Po do të them që ç'kem me të, o Luciano. Kur vi momenti, sepse ja kam kaluar fjalën deputetit. Ja kam kaluar fjalën deputetit dhe duhet ta marrë ai fjalën. Duhet po për gazi botës si e bër ti domethënë se ti po dëshmon këtë pjesën e mungesës seriozitetit sepse bijove komisionin kërkon të marrësh me zor fjalën. Nuk ndodh, nuk ta marrë ai si deputet dhe duhet vazhdoj si deputet. Po jo sekretar tani. Jo kishit mbaruar, duhet kishit vazhduar. Dhe ti si sekretar duhet ta kishe pranuar. Po s'duhet ta kishe pranuar si sekretar më. Po mirë do vishim, kishim një vendim për të marrë. Pse për procedurë? Po, kaloje fjalën për procedurë. Jo, s'ka për procedurë. Kaloje, merre për procedurë, pse merr për procedurë kërkoj fjalën. Po merr për procedurë. Bashkëkryetari do marrë fjalën për procedurë. Po kërkon fjalën për procedurë. Po unë jam si puna jote, merre për procedurë. Shqyr. Tani. Për procedurë, sot kemi bërë një dëgjes në të cilën pas pyetjet e para i bëri zoti Bozdo dhe pas zotit Bozdo u morën përgjigjet, pyetjet e dyta i mori zoti Mziu. Jo, po një sekond, ore të lutem se unë kam memorien e mirë. Një sekond, të lutem se foli zoti Mziu. Pasi foli zoti Mziu, që u bën 2 nga ana opozitës, me kohë të gjatë të gjitha pyetjet, duke i marrë në mënyrë sistematike kohë kryetarëve, foli zoti Klosi. Pas kësaj, në mënyrë krejt normale, duke qenë se kishin fol 2 nga antarë të majorancës, pavarësisht zoti Klosi nuk bëri pyetje që të merrte përgjigje, bëri një koment,
e rimori fjalën zoti Boçi dhe filloi të bëj pyetje. Tani nuk mundet që hapësirën e lënë në mënyrë të tejmase të maksimal nga ana e maxhorancës, që deputetët e opozitës të flasin, të thonë, të bëjnë gjithë gjëra që duhet këtu dhe në çdo gjë tjetër, të abuzohet në mënyrë sistematike në kurriz të dy elementeve të parlamentarizmit. Një, kryetarëve që kemi thirrë këtu, ju jam lutur në mënyrë sistematike në çdo takim të mos i marrim kohë kryetarëve, t'i bëjmë pyetje, t'i japim kohë kryetarëve të flasin. Sepse po e kthejmë këtë në një teatr ku flasin deputetët që kanë gjithë kohën për të folë, në kurriz të kohës kryetarët sot kanë ndenjur gjithë bashkë, u bën 3 orë që rinë këtu, në pa të folë një kryetar më shumë se 4 minuta, 5 minuta se cili prej tyre, ndërkohë që thirren komision parlamentar për të pas mundësi për të folë ata, jo për të pas mundësi që të flasin në mënyrë sistematike deputet nga 20 apo nga 30 minuta. Dhe pikërisht për këtë çështje, dhe për çështjen e paritetit kohës, dhe për çështjen e paritetit mes palëve, i kërkova zotit Boçi që nuk bënte sens që kur kanë folë 2 njerëz nga opozita të flasi prapë 1/3 nga opozita. Unë e vrikos me këtë çështje dhe iku. Pasi u kthye, u vendos të marrin 5 minuta pushim. 5 minutë i pushimit do thot 5 minuta pushim. Mund të jenë dhe 10 minuta. Mund të jenë dhe 10 minuta, mund të jenë dhe 20 minuta, pritëm 30 minuta. I kërkova sekretarit komisionit, sekretarit teknik komisionit, thash, shko flit me opozitën, do vinë? Jo, nuk më tha, në momentin e parë më tha, kërkojnë që nuk më kanë thënë që do vinë. Më thanë kur do vinë pasi ne kishim vazhduar takimin. Në atë moment, për respekt të kryetarëve të bashkive që kanë ardhur, për respekt dhe të kryetarëve të bashkive që janë përjashta që u presin për 1 orë gjysmë, detyra jon është të dëgjojmë kryetarët e bashkive. Opozita është këtu, është e mirëpritur të vi, është e mirëpritur të flasi, është e mirëpritur të bëj pyetjet. Por nga ana tjetër, këtë gjën nuk mund ta kthejmë, jo pra jo, por ore me zgjedhje është kjo punë, është me zgjedhje. Çdo deputet ka deputet duan me ardh, ka deputet s'duan të vinë. Pra çështja është kjo është me zgjedhje. Shkon, por ama nuk mundet të kthehet fakti që ne kemi kërkuar dhe i kemi dhënë mundësi opozitës tjetë këtu të ketë bashkërësinë të kthehet ky mekanizëm as për të uzurpuar, nuk ja ka dhënë ligji tash, të lutem. Nuk ja ka dhënë ligji sepse ma gje ku ke cili ligji thuhet këtë. Po ma thuj cili ligj, ma cito ti. Po ti the thot ligji, sa thash unë. Ti thuaj cili ligj? Cili, më thuaj neni dhe kodin. Më thuaj ti njohësi i mirë i ligjit, më thuaj cili ligj dhe cili nen. Ta them unë cili nen. Dëgjesat parlamentare nuk ka nevojë për quorum, sepse nuk ka vendim. Dëgjesat Jo, nuk u mora unë me opozitën maxhorancën. Nuk merret rregulloria e kuvendit, nuk flet për opozitën maxhorancë, flet për quorum ose jo quorum. Dëgjesat kur nuk ka vendimarrje, nuk ka nevojë për quorum. Kjo është pra. Po the pa opozitën. Po s'po the, ore, një sekond. Kushtetuta, zoti Cara, kushtetuta e Republikës së Shqipërisë thot një gjë. Thot, deputeti pasi zgjidhet është deputet i Republikës së Shqipërisë, nuk është i maxhorancës së opozitës, është i Republikës së Shqipërisë. Çdo deputet është i barabartë dhe është deputet që përfaqëson Republikën e Shqipërisë çdo qytetar. Pra këtu jemi të gjithë përfaqësojmë qytetarët, jo opozitën e maxhorancën. Kur jemi zgjedhur për të marrë pjesë në këtë komision, marrim pjesë në komision. Nëse dikush s'vjen dot, mund të jetë 1, mund të jetë 2, mund të jetë 3, mund të jetë 5. Nëse ka vendimarrje për të marrë, padyshim që ka nevojë për quorum. Nëse s'ka vendimarrje për të marrë, ne do vazhdojmë dëgjesën dhe në respekt faktit që kanë lënë detyrën kryetarët, kanë lënë detyrën sot dhe kanë ardhur kanë 3 orë. Kanë 1 orë gjysmë që presin jashtë kryetarët e Bashkisë së Qarkut Fier, që presin dëgjojnë. Ndërkohë që këtu neve debatojmë për 2 elementë që janë element minor komunikimi. Dhe elementet minor komunikimi kam kërkuar qytetin e parë, kam thënë, të kufizojmë në kohë të arsyeshme, 3 minuta, 5 minuta, s'ka rëndësi sa doni juve kohën e pyetjes, dhe ti themi që ne duhet të themi 30% kohës ta marrin deputetët, 70% kohës ta marrin ata që kemi thirrur për dëgjuar. Ne kemi përfunduar në mënyrë sistematike, 70% kohës e harxojmë ne dhe as 30% kohës nuk e lëm kryetarëve. Tani, nëse ka dikush më thotë që kjo kërkesë nga ana ime, që kur ne bëjmë dëgjes, ta ndajmë kohën 30 deputetët, 70 palë të dëgjuar, e thotë që kjo është gabim, thotë që e keni gabim, se ne do flasim në 70. Po unë kërkesa që kam është kaq e thjeshtë, kemi lënë 2 orë, kohë gjithsej. Në këto 2 orë janë 120 minuta. 40 minuta të bëjmë pyetjet, pjesa tjetër tjetë po e përgjigjeve. Dhe thjesht kaq, në momentin që neve bëjmë pyetje 25 minutëshe, nuk kam më secili bën 25 nuk do lejmë kohë për kryetarët. Kaq ka qenë kërkesa ime. Kjo ka qenë një gjë e miratuar dhe e dakordsuar mes palëve.
Dhe tentativa këtu për të keq përdorur dakordsin e majorancës për t'i dhënë hapësira për te dhe logjikës, nuk thashun asnjë, pra foli zoti Bozdo, e mori fjalën zoti Mziu, nuk bëra asnjë fjalë. Thash s'ka problem, folën dy nga një krah, nuk ka problem. Do ekuilibrojmë duke folë dy njerëz krahun tjetër. Jo, tani kjo gjëja nuk mund të ndodhi. Kaq, dhe ta vazhdojmë. Jam shkret në takon dhe i takon një antarit majorancës dhe pyetjet, pastaj zotërian fjalë, sepse kanë folë janë bërë pyetje nga dy arë nga opozita dhe vetëm një nga majoranca. Si? Jo, komunikimi me imi ishte thash, nëse ka dikush pyetje mbetura, se kishin mbetur pyetje nga zoti Mziu. Dhe i thash, kush ka pyetje nga zoti Mziu për të vazhduar përgjigjet? Po. Lutem.